Të dashur oficer, nën oficer, ushtar aktiv dhe rezerv të ushtrisë sonë, ushtarak të pensionuar dhe ju zyrtar civil që shërbeni në forcën e sigurisë së Kosovës, të dashur qytetar të Republikës. Sot në ditën e forcës, zemrat tona rrahin me krenari të veçantë. Sot nderojmë rrugtimin e jashtëzakonshëm të forcës së sigurisë së Kosovës, një forcë e ndërtuar mbi themelet gjaku e sakrificës të shumë brezave e që po rritet, forcohet dhe po fiton respektin e aleatëve tonë anë mban botës. Ushtria e Kosovës është historia jonë e suksesit, është përkushtimi i çdo ushtari, çdo oficeri e çdo kadeti që zgjohet me një mision, mbrojtjen e Republikës së Kosovës. Në këto vite të punës sonë të përbashkët, përmes investimeve dhe angazhimit të përbashkët, e kemi rritur dhe fuqizuar FSK-n më shumë se kur më parë. Me fluturake në qiell, sisteme raketore dhe sisteme artillerie në tokë, autoblinda në rrugë dhe armë e pajisje moderne të këmbësërisë, po sigurohemi që forca jonë të fuqizoj kapacitetet e saj luftarake dhe të jetë e gatshme të përballet me çdo kërcënim dhe rrezik që synon të cenoj territorin dhe jetën e shtetarëve tonë. Infrastruktura ushtrisë sonë po zgjerohet e zhvillohet çdo ditë, me poligone të reja trajnimi dhe baza të reja ushtarake, duke mundësuar zhvillim të stërvitjeve dhe realizim të punëve ditore. Përmes rekrutimit të personelit dhe investimeve në trajnim dhe edukim, po sigurohemi që shkathësit dhe dijen të ndërlidhim me pajisjet dhe armët për të kryer me sukses detyrat taktike. FSK sot është një forcë që respektohet, një forcë që llogaritet, një forcë që po ngrihet me dinitet e që po zhvillohet, krah për krah me aleatët tonë, duke e bërë Kosovën më të fortë dhe më të sigurt se kurrë. Ju ushtarë jeni zemra e këtyre arritjeve. Ju jeni guximi, disiplina dhe nderi i Republikës së Kosovës. Në këtë ditë dua t'ju them nga zemra, vazhdojmë së bashku me besim, me guxim dhe me dashuri për këtë tokë. Gëzuar dita e forcës, rroft ushtria dhe Republika jonë.